Ka nga ana e lëvizjes me të vendosë një mendim nëse presidenti duhet të jetë njëri të shtysa politik, nëse duhet të jetë njëri politik nga rrallë të saj, nëse duhet të jetë një njëri politik nga rrallë të opozitës, nëse do të jetë një njeri që do të propozohet nga opozita, por duhet të jetë një personalitet jo politik, nuk kemi dëgjuar asgjë për këtë. Kemi dëgjuar vetëm këmbime postesh. Pra, një në përkëmbje pikërisht e vullnetit të atyre njerëzve të cilët e qytetarëve që kanë votuar për partinë më të madhe në Parlamentin e Kosovës dhe disa shkëmbime të cilët nuk janë të denja as për tregjet saktuara financiare dhe jo më për sa i takon detyrave hierarkike kushtetuese. Pra, dhe nëse mund kemi një kritikë të saktuar ndaj dy partive përkatëse që nuk kanë shkuar për biseduar dhe dialoguar me zotin Kurti dhe partinë më të madhe parlamentare, por shohim shpërfaqjen e sjelljes së zotit Kurti pikërisht me partinë e cila ka vendosur që ta hellë të hapë. Dhe shohim si është një sjellje kërcënuese, shantazhuese ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku kërkohet thjesht edhe vetëm që kjo parti ose të pranoj atë që zoti Kurti dhe partia e tij kanë vizion politik për institucionin e presidencës, ose të zgjedhje të cilat sërish kalojnë në kërcënimin politik njëjtë si ndaj aleancës në zgjedhjet e shkuara për 15 mos kalim pragu. A thua se zoti Kurti dhe partia e tij drejtojnë në një bursë saktuar zgjedhore ku lëvizin pragjet sipas apetitit tyre zgjedhor dhe elektoral. Kjo është e tepërt. Ku se cilin rast, i vetmi mendim politik është se si të zhduket një parti e caktuar politike. Për të shkuar ose drejt uniformitetit, ose drejt bipolariteteve të cilat në një mënyrë apo tjetër thjesht dëmtojnë demokracinë e shëndetshme në Kosovë deri sot. Demokracia në Kosovë duhet mbrojtur. Dhe mbrojtja nuk kërkon në një pushtrim. Mbrojtja e demokracisë kërkon veprim të qartë diplomatik dhe politik të secilës parti opozitare. Dhe nëse partitë përkatëse nuk koordinohen me njëra tjetrën, secila prej tyre duhet që të sensibilizojë, siç e thash më lart, secilin zë, aktor dhe faktor ndërkombëtar për të bërë me dije dhe për të shkundur politikisht, pikërisht ata të cilët ishin ideatorët dhe faktorët të cilët mundësuan shtirimin e Kosovës